Mirë mbrëma, kudo që jeni, mas iftari, ju kemi thonë do t'jemi bashkë prap. E lusim Zotin Gjellëshanu inshallah agjerimin e ditës sodit na i pranon, e na i pranon gjitha veprat e mira. Në këto podcaste pas iftarit, cilat do t'jenë çdo të shtunë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, ju kemi thonë që do të flasim temat lira, me qenë se është podcasti i parë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, këtu në shtëpinë e të moshuarve jetima të Ballkanit. Unë sot e kam nderin që ta kem një musafir që është mik i shoqatës, mik i ynë, po mbi gjitha musafiri që është sonte është edhe shkaktar sebeb i realizimit të këtij projekti të shtëpisë të moshuarve jetima të Ballkanit këtu në Gjinac. Po e prezantoj para jush të nderuarin kryetarin e komunës së Suharejkës, Bali Muharremaj. Kryetar, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju, Halil. Faleminderit shumë që ke pranuar ftesën për me qenë sot në këtë emision me neve. Edhe për mua kënaqësi është jem musafir i juaj, si çdo herë tjetër që kemi pasur një bashkëpunim të mirë. Kryetar, sa herë kam përballë, sa herë rrim bashkë, më kujtohet gjithmonë takimi i parë në komunën e Suharejkës. Asnjëherë nuk e kam një vetën marron se sa atë ditë. Kisha pas dëshirë për publikun me tregu këtë tregim qysh ka qenë takimi i parë mes nesh. Dikun para 8 vite, më sa gaboj, vitin 2018, takimi i parë që keni në komunën e Suharejkës që më kon kryetar, po më duket se s'kam pas një muaj se 2 muaj. Ja pa të him me një vroll shumë të madh në zyre dhe thatë që u përshëndu të kushqeni, normal. Tha, sot kemi dhënë të dy banesa Suharejkë dhe do të marrë me mua, tha, edhe me dalë të në televizor, thash, pse me dalë të në televizor? Po tha, kemi dhënë dy banesa, thash, a ka dhënë komuna pare? Jo. Unë a kam dhënë personalisht jo, thash, s'kam nevojë me dalë ashtu. Edhe ti pa të marrë atë punë si negative, dyqysh edhe dole me një fartoni kogje citron për zyrës, po më duket kur ke dalë jashtë di s'kam ke thonë, po zot qoftë kjo kontakimi parë me ju, mirë pa pas 2-3 muaj takuam edhe fillum një bashkëpunim shumë të mirë, edhe ai bashkëpunim me thënë drejtën ju kanë ndihmuar qytetarët e Suharejkës shumë. Ka pas shumë njerëz pastre, që nda shumë pak ushqimore. Ju kanë ndihmuar shumë njerëzve për më shërue. Këtë pikë isha dash kryetar me cek që na nuk ishim mësuar me shku me një komunë, me ftu kryetarin edhe më na bë bajat. Kryetari nuk po... Jo se bona bajat në atë aspektin, po dyqysh më dok shumë e rënë kjo punë me dalun edhe sikur më thon po shes men edhe po japëm 2 banesa, po pas një kontribut. Sikur më pazon komuna kontribut, okay, unë jam kryetari i komunës, ose sikur më pazon vet, po më dok pak e rënë kjo. Mirë po, këtë gabim, s'ke gabim. Kryetar deshta me të vetë para se me ardha ditë në komuna, kishe dëgju për jetimet e Ballkanit për aktivitet? Jo, me thonë drejtën mu ka përzi se është një shoqat me Selin Prevall, do s'ta kom pas edhe një mendim këtë tjetër, nuk ju kom njoftë në atë kohë, shumë pak ju më konë njoftu, në pasi që në atë kohë ishtë në deputet Parlament Kosovës, edhe me profesionia mushtarak, do më thonë. Masonej kom pyet kush është, me çka mirën, çka punojnë, edhe atëherë është vërtet që kemi filluar bashkëpunimin e parë. Mirë po mos harro, unë po deklaroj para qytetarëve, spaku me juve kem bën 150 shtëpi, kem bën shtëpinë e moshuarve. Në komunën e Suharejkës. Komunën e Suharejkës po foli. Jemi në përfundim të objektit më të rëndësishëm për mua, që jemi të bëj objektin e zjarrfiksat, që për mua zjarrfiksat janë sikur një lloj ushtrie, që janë shërim qytetarëve 24 orë, që është një objekt shumë i rëndësishëm. Mirë po pa harru edhe shumë pak ushqimore gjatë pandemisë, ndoshta janë të panumërta. Për çdo fest, për çdo muaj të shenjtë të Ramazanit, për çdo bajram, ka ndodhur që të herë kum lyp për personat me aftësi të kufizuara, asnjëherë s'keni thonë jo. Unë të shkojmë llogarit dikun vlera momentalisht të shtëpiu mbi 11 milionerë që na marr si donacion nga shoqata e jetimat të Ballkanit për komunën e Suharejkës po foli. Vetëm për komunën e Suharejkës. Po. Mirë, kryetar, mas kemi nisë bashkëpunimin, kemi filluar me njoftë njëri tjetrin, po du para opinionin publik me tregu historinë e shtëpisë të moshuarve, kësaj shtëpie që u bë simbol për këtë në shqiptar, qysh erdh puna për me ndërtu këtë shtëpi, me realizu këtë projekt?
Që më thonë debatu në jam konë edhe kandidat për kryetar të komunës në vitin 2013, s'ku mujt me fitu, në atë ku ka fitu ish kryetari i komunës Sali Aslanaj. Dhe ne kom pas në program në 2013, po kom vazhdu me këtë program në 2017. Edhe pasi që ky projekt, më thonë të drejtën tash në histori është e veçantë, ka fillu dikun në 2011 kur është konë kryetari i komunës Brem Kuqi. Mirë po pasi që pat marrë një kompani nuk mujti me kry, për fat jo të mira i kompanisë pat hup jetën komunikacion, ndeshje komunikacioni, pat met mëshirën e natyrës, edhe për shumë njerëz zokon e pa besueshme që mund më ndërtu një shtëpi e këtij lloji, për shembull, nuk po volin Sorek, por në Kosovë. Me thonë drejtën çka na ka shtyr për më ndërtu këtë shtëpi, unë në vitin 2009 më konë në kryetari i komunës. Patar një plak, ndoshta nuk dje ka pas, po tham plak, se nështë të sekon plak, dikun një moshë 67 vjeqare. Nga një fshat i komunës Sarekës, pat kërku, tha unë, tha, po kërkoj strehim, tha, me më gjetë, tha, s'pako për një muj, edhe më interesoj, për çka arsyen, për çka strehim, tha unë, tha, nuk kam, tha, familje, nuk kam fëmijë, tha, edhe djem të vllajt, tha, po dojnë me më çun shtimje, tha, nuk jam i smut psikikisht, tha, edhe nuk po du me shku, aty për aty e kom shtin kry është konë atë një restoran Sarek, lloj moteli vogël. Edhe bona mend dikon 25 euro konata 750 euro, thash po ki me shku thash aty me nejt. E aty më ka lind ideja domethënë që ka nevojë me ndërtu një shtëpi për njerëz të moshun. Edhe aty ka filluar ideja para, kemi fillu. Mirë po, për shkak kushte, për shkak të financa pa të met. Unë kujtohet takimi i dytë kur e kena pas me juve, po më duket për ndërtimin keni ardhur në Zyre me ndërtu disa shtëpi. Më pyete sa parë ka herë në parë, thash nuk di, thash alas që mësu me buxhetin sa parë janë, s'ka më bë. Atëherë kip thonë, a ka mundësi ma gjetë dikon një vend për më ndërtu një shtëpi për të moshuarit. Aty për aty ma ka kap, me kom hangër buzën dhe thash, që ke punë për më duket, po duka më kry. Edhe më zgabofshat, kom thonë qu, thajde tash me mua, pa asë një hezitim. Kene arë në vendin ku jemi sot ku është kjo seli, thash, a peshe këtë objekt po? Thash, a mund me kry? Ti tha po. Kur sa rejt, kom thonë të këshyrë që ta kitë kuq, ty tërë pak ranë, kjo fjarë kërë thash, për arsys do është ta me ditë, a është të vërtet që mu ish me kry? Po, thoa ka me kry. Edhe atëherë jem ullin, kem bisedu, edhe kem fillu procedurat ligjore, do më thonë se si ish ipet program shfryzim. Kur kem fillu, ne nuk e kem qitë se kush e merë, po e kem qitë kompanie cila do më ndërtu shtëpinë të moshuarve në Gjinac. Atëherë jo keni dhënë lajmin i parë, një konë me një televizion, keni thonë që kam më ndërtu një shtëpi për të moshuar dikun prej Sarekës prej Zërnë. Dhe shumë njerëz e kanë filluar, kanë kuptuar domethënë realitetin. Atëherë kemi shku me procedura për të parë, ka vendosur asamblea komunale, po kemi bënë një gabim në atë kohë s'kem ditë. E kemi dhënë shfryzim për 50 vjet, se tash japëm për si lloj të objekte për 98. Po zot qoftë edhe kemi filluar. Mirë po kon problemi kur kemi filluar. Zia kujtohet, është konë kryeministër Ramosh Haradinaj atë kohë edhe na pa thonë, patëm disun 400 musafirë mos gabofsha këtu. Allah tha ja ke nisave që ke punë s'kryet. Nuk besoj tha që kryet, kështu konë. Mirë po, e dini që kena pas planin për 12 muaj, po për shkak të pandemisë, kena shku në 15, kena pas dikon në fund të majit, fillim që shojit me lëshu, po më duket që dikon më nis në dhjetor, veç është bë pronimi se shtëpisë. Kryetar të shtëpia të moshuarve, ti the atë ditë shumë mirë më kujtohet edhe mua. Më ke thonë, apo shkojmë me pa një vend, kemi ardhe, kemi pa këtu. Po du sinqerisht më na tregu. Edhe pse ishe me neve. E di çka do të shpëm pyet, se tash unë besu që do të çato do të e di tash më bën çet pyetje se po të lexoj çka do më thon përpara. Me të vërtetë e kom pa që ki për një me, edhe kur kem fillu aksionin për ndërtimin e shtëpive, edhe kom thonë ky e ka për një me, edhe ka me kry, unë e kom pas besimin shumë plot, për arsye se në momentin e parë kur ke marrë këtu, kur ke pa objektin jo kon punë të vrazhdat, domethënë ka shkuar 2 kat më lart, është zhanuar matutje, po e kom pa që ki për një me, edhe njëherë po tham, ka filluar kohën e pandemisë, ka përfunduar në pandemi, pasi që ka filluar në 2020, ka përfunduar në 2021, po më duket. 2019-20 kështu kon, po çdo qoftë, shumë vëna kom thonë që për mua është një hotel me 5 hyje, kategorisë më të madhe. Para mendu që ka me dalë kësi? Jo, asnjëherë s'ko mendu. Unë besoj që kësi objekti ju i ka ma shumë me shëtit në Evropë, jo që ka në Kosovë, jo që ka në Ballkan, po besoj që krahasohet me Austria dhe me Gjermani. Në kohën kur është nda nga Asambleja Komunale parcela për jetimat e Ballkanit,
A ke pas bashkëpartijak njerëz të komunës, biznesmen që të kanë thonë qyshe dha, se edhe për neve si Jetimat e Ballkanit ka qenë projekti i parë i tillë që po janë nisur. Domethënë ne muj me thonë lërisë që në atë kohë na kon komuna parë që kemi filluar me këto procedura, domethënë në këtyre llojeve. Po ka pas zëtime, ka pas fjalë, ka edhe sot fjalë. Po për fat mirë ato fjalë si shtin kur në vesh që thojnë, as më interesojnë. Me nisë shka thojnë njerëz, unë nuk muj me dalë as punë me gjës, po puna shihet, fjalë pak, puna është bërë shumë, kështu që puna i vërteton gjitha ato fjalë që kena folën. Ka pas zëtime. Në ndarjen e parcelës për Jetimat e Ballkanit, kryetari Muharrej Muaj ka ndalë një parcelë private, familjare, ja ka bashkangjit kësaj parcele dhe me të vërtet, neve sot ky projekt na ka dhoje hun jashtëzakonisht madhe, ka vizitor shumë kryetar, edhe vizita që keni në komunë, shpesh herë vini edhe vizitoni me delegacionet ndryshme, shkajnë për shtypjet e tyne. Sot është mos harrojmë të cekë se ti e cekë ta më tamun asnjëherë s'kum folë, nuk foli, po është mirë me cekë dhe kemi edhe familjen Haxhiaj nga Gjinoci, 3 vllazën që kanë dhuru tokë këtu, domethënë kanë fal tokën pas një kompenzim. Është Aziz Haxhiaj, Orsinan Haxhiaj me dia, 3 vllazë që kanë fal pronë. Shpesh kur të vinë delegacionet tuaja me të vërtetë i bën burrëm se s'mund me marr me mend se besojnë, po kur të vinë, kur ta shohin realitetin, kur themi thonë po se s'kishun besu. Ka ndodhur një herë me një zamez doktorish bankës kombëtare të Shqipërisë që na lidh me kusht që është një shtëpi e moshuar në komunë tonë, ajo llogarit që është në fshat, se unë sikur duket që është në fshat, edhe na lidh me kusht se ai kish pas dëshirë, kish vizituar shumë shtëpia të këtij llojit në Ostri. Thash na kemi më të mirë, por kur i kam thonë më mirë kon befasi për të ose s'ka mundësi të më pas Kosovë. Masaj kur i kam thonë është me një fshat, s'ka dash as me kuptu këtë punë. Po kur ke marr, është befasu edhe kushtin e ka pagu, kuptohet se ka hup. Jo është realitet. Mirë, na folëm për shtëpinë të moshuarve, kjo shtëpi tash ka hi për vitin e 6 që është me banor, edhe ka banor prej shumë komunave këtu në... Veç që kam një obligim para shtetare me tërgu se shumë vene më thojnë dhe më shkruajnë keni bo gabim, kjo nuk ka për fen tonë, nuk ka për shqiptar, nuk ka për musliman. Ne ta kuptojnë. Kjo shtëpi është punon edhe i thonë pi donatorëve, nuk paguajnë to. Po kjo është për një kategori ata që nuk kanë trashëgimtar. Nuk kanë fëmijë. Nuk kanë fëmijë. Ata që kanë fëmijë nuk mujnë sa dojnë me parë, nuk mujnë marrë këtu, duhet ta kuptojnë. Mirë po, kjo është e qëllune, pasi që ka familjes, që i kemi këtu dikun 7 banor, vazhdimisht ka edhe më shumë, kështu që është pra ata njerëz që nuk kanë ku më shku. Edhe ti e dëshmitar vetë se edhe me intervenca e mundu... Po, jënë mundu me stin dhe më thonë njerëz dhe më thonë që kanë familjen jashtë, që punojnë përëndim, që kanë mjete financiare, po kjo nuk është ati llojit, po njerëz që s'dinë më shkruajnë, keni bo gabim, nuk në lejon feja, na me që babat e nonën aty, mirë, po kjo nuk vlen për ata që kanë trashëgimtar, kjo është vetëm ata që s'kanë trashëgimtar. Shtëpia të moshuarve Jetimat e Ballkanit një model që nuk ja gjon shoqën as jashtë jo vetëm ana për mana Kosovës, por nuk është projekti vetëm kjo në komunën e Suharejkës. Prej një kryetari i cili na tha te dera na la me një situatë jo të mirë, unë atëherë kam një vetën shumë dëb, qysh ka mundësi, shkova i trokita kryetarin dera, po du me të nderu, me t'i dhonë qelsat, me adhon lajmin familjes, se po bëhash me banes, kjo tha jo zvi, se komuna s'ka dhonë pare, unë prej gjepit s'ka më dhonë për shka me dalë në televizorun. Nga ai kryetar, sëd, mas 6 vite, projekte të realizuara, përveç shtëpive, që tha kryetari mbi 150 shtëpi për familje nevojtare, në komunën e Suharejkës, shumë familje të ndihmuara me pak ushqimore. Mos harrojmë edhe një mega projekt është realizuar në komunën e Suharejkës, territoria e shoqatës bamirëse e Jetimat e Ballkanit. Është vërtet, ajo është ndalë, domethënë nga komuna e Suharejkës, është shku përmes asamblesë komunale, kena zbatuar gjitha procedurat që janë. Edhe aty është bën një vend shumë rëndësi, aty do të ketë edhe vende të reja të punës, që është më rëndësi për neve. Në fund të mram,
ma mirë toka të hinë përdorim, të shfryzohen sa të jesin dirina, dhe aty është një projekt shumë i qelluar për mua dhe ja ka dhënë një pamje krejt bukur asaj pjesë aty ku është vendosur objekti. Unë kisha pas dëshirë që me pas edhe shumë donatorë si shoqata e tima dhe Ballkanit, domethënë për interes shtetare, po shprej rast me falendrua dhe biznesit e Sorek, gjithë to që na kanë ndihmuar dhe na ndihmojnë edhe matutje, domethënë që Sorek ka ndryshon pikë tjera. Po folëm sonte çlier, skem politik. E kem nisë me kom djathë, thojnë. Edhe për ju u konë më rënë si kjo objekt shumë, po për mu konë sekretari komunës shumë, po për këti objekti kanë dalë edhe shumë projekte, shumë më të nëjë se shtëpia më shurë vëngjinos, mirë po, çka doni që punonin në Kosovë, çfarë do projekti me vlera shumë më të mëdha të mjete financiare, po shtëpinë më shurë vëngjinos se mund kërkush. Soreka është një komunë që shpesh herë ballafaqohet edhe me zjarre, edhe me vërshime. Tash me qenë se tha po folëm shlirë, neje në zyrën e kryetarit, na e kem një stafet të beratin, që sa herë vim në komunë nise krun kryt, tash ka me dalë në projekt tjetër, kamioni për zjarë fiksat. Që po folëm shto, tash sa këto petrojmë në realitetin që shokon, se njerës mendojnë ka njerë këtë foli që kajtë unë i rregulloj që jo s'është të vërtet, asnjëherë se harroj, është konë kua verës, është konë gushti, është konë dikun ora 12 natës, gjysë 12 ku marrë për shtetit, edhe ku marrë ka pas një zjarë shumë të madh këtë pjesën ku jemi këtu, afër shtëpisë, më shurë dikon 500 metra, edhe për njëra ku më dalë teren me zjarë fiksa, më keni thirrë ju personalisht, kryetar ki thonë gati ka mërrin zjarri të shtëpia më shurë të kallëm. Thash, shiqo, Halil tash, hoxh, unë thash jam teren, më dash me pa për se hapër, tash marri kolekt, bina ujë dhe hajde keni arë në teren edhe ju. Na keni ndihmu me fix zjarrin, dhe zjatë kujtohet kër e përvoj shumë me cigara po kallet, nuk u kalk. Se shumë njerëz thojnë pe kallin me cigare, domethënë ka njerë për mua është kryesor faktori njeri, e kena provu 3 herë së shkallë, nesit ke arë me pi një kafe në zyre, thash, kem tash nevojë, jem të ndërtu objekte të larta, thash kem nevojë, mas pari kon kamioni zjarfiksa me shkallë, për shkak me intervenu në objekte të larta. Edhe na patëm gjetë një dikun, na patëm gjetë diaspora jashtë, dikun ku ka kushtu 17.500 euro. Na nuk kem drejt si komun me ble teknik djetër, nuk kem mundësina 400 euro si komun me lanë për një kamion të ati lojt, atëherë kum kërkue ndim pej diasporës, kena mbledh një shumë të vogël, kjo arë në zyre, këmë thonë, a ka mundësim në blej së se edhe kjo është për të mirë qytetarëve, thash, vetëm njët me pështu njët nuk krahasohet me pare. Jem mendue edhe berati tha, po këqyrëm, ti ke thonë, a ka tha, na i gjëllogari, thash po, thash që ku kemë bogati, e ke lyp kodin, i ke qitë paret edhe pas një jave, do më thonë veç këmë dërgu zjarfikës dhe kanara kanë përmu, kamionit zjarfikës e këna përmu për parë Sarik, është të vërtet, do më thonë, edhe ja konin ndihmës mjaft e madhe për neve. Kjo kamioni, para sa me dalë të projekti tjetër kryetar, deshta me të vetë ke qenë shpesh herë me neve në aksion në për familje. Po. Atë ka rana e herë për para me dalë me i vizituaj, sigurisht kryetari komunës i viziton krejt, por nga pa mundësia me realizu. Jo, hoxh. Do të më konë shumë dhe i drejtë dhe konkret. Unë e kryetari më bo në fund 2017, ku më marrë dhe tyre në dikun pjanari 2018, na i kontaktit e pare këna pas dikun mas 2 muaj. Për të para atëra kem dalë në asilloj vizita, si kum ditur, s'ku më thonë, edhe pse jam kon pjesë ilegale 8 vite, mas jam kon pjesë e luftës. Mirë, po shumë ka ra dhe e dini që Sareka është një komunë për më duket ma zhvillune, po ka pas raste që kena pas mirë, se kum ditë që gjendje në komunën Sarekës. Atëra kem dalë bashkë. Dashta me lidhe projektin e madhë, do më thonë projektin ju e dini që kena pas vërshimi, kena pas zjarre shumë Sarekë, është e vërtet, çdo vit i kem ato zjarret dhe kështu që disa kom kërku ndërtimin e një objektit të zjarfiksav. 2 herë kam marrë ujnë Sarik, me kushte shumë dopta o konë, edhe sot është me kushte dopta, atër i kom kërkue, gjelozia ka njerë kryetarët kanë gjelozi me zveti, do më thonë, punon Mitrovic, punon Vushtri, punon Poduje, punon Gjilan, atër njerë që s'ly për qytetarët e vetë, për të arsye është kryetari komunës, nuk është marrë, kur e lyp një sen që shkon shërbim gjithë qytetarëve, për kushte më të mira zjarfiksav, ata punojnë një orar të zgjatur. Atëherë, edhe aty kena pas probleme me beratin të keruj se po të mashtron. A ka në vërtet, no? Ne kemi pas një farë lloj memorandum me ministrinë në punat brendshme, pasi që zjarfiksat janë pjesë e ministrisë, asnjë obligim nuk e kemi si komunë, mirë po ata punojnë në komunën tonë,
edhe shërbejnë për të mirën e shtetarëve, atë është njësia parë për shpëtim. Jem mundu me kriju kushte më të mira. Edhe jem dakordu të ndërtojmë një objekt të zjarfikësave, dhe pse kem pas problem me pronën, mirë po projekti është mjaft i madh, dikon kushton mbi 850.000 euro. Atëherë jem dakordu me shoqatën që pjesën më të madhe me kriju shoqata, një pjesë vogël na, kështu që na dakordu që dikun 250.000 komuna, 600.000 shoqata e Timat e Ballkanit. Pushiet që punë të vrazhda kanë përfundu, është një objekt shumë i mirë, me një pjesë shumë mirë që i lidhë dy onazat, që i lidhë fshatrat, edhe besoj që të bëhet një punë shumë e mirë, një punë që të gjatë ndoshta me dekada, me shekuj, dhe zjarfikësa do të jenë kushte më të mira. Kryetar, a ka më nevojë familje nevojtare këtu për strehim e komunës së Sarajevos? I nderuar hoç, ju dini që kemi një marrëveshje me juve, tash pas muajit të Ramazanit, muajit të Shajit. Edhe mas Bajram besoj që të dalëm teren, e kemi bërë vendimimin disa shtëpia, zbashku me komisionin e juaj. Besoj që këto do të jenë rastet e fundit të komunës së Sarajevos. Do të përfundon strehimi i gjithë atyre që kanë pas nevojë. Nuk kemë pas, besoj, dash Zoti besoj pas nevojë, por çdo të qoftë, dasha pjesën më të madhe kem kryer. Edhe një pyetje tjetër, kryetar, me qenë se këtu është projekti i parë i shtëpisë së të moshuarve, na prej këtu kena nisë me kom marë, është realizu projekti qëndrim ditor për të moshuar në Voshtri, tash fundi në Gjilan, pas një muaji do të realizohet edhe projekti në Podujev. Edhe jam mundun se cilin projekt me qenë pjesë e jona dhe ti si e ndish vetën me qenë se u realizu këtu dhe po prej në shiritin në vendet tjera në qytetin. Në Voshtri na kon bashk, në Podujeve kena nis gur themelin bashk. Në Gjilan një më konë në udhëtim zyrtar për shkak fesës pavarësisë në Itali, s'ku mujt më konë, po do të jem çdo projekt që është në interes të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës pa dallim çdo komunë ko, do të mundohen më konë pjesë e projektit. Edhe pyetja e fundit, kryetar, për ata që na dëgjojnë, sidomos punën më të madhe, realizimi i këtyre projekteve është djersa dhe kafshata e shqiptarëve, kudo që janë, qoftë bizneseve këtu mrena përmana Kosovës, qoftë edhe mërgatës sonë të dashur. Një mesazh i për ta. Shumë e lehtë, po shkojmë në mënyrë thjeshtë, 30 komuna ka 10 milion bojnë 300 milion. Sa kanë investuar nuk di, po folë për komunën Sarajevos. Edhe unë kam me njerëz rri shumë kanë erë kapëm, domethënë kështu. Jo është jasë është, po them çdo sa çdo sa vjen përmes bankës, çdo sa është e garantuar. Projektet shihen, puna shihet. Aty ku punohet më shumë ti, aty ka fjalë më shumë. Projektet më të mëdha ka fjalë më shumë, por çdo qoftë të mirat e shoqatës së Timat të Ballkanit i kanë prek njerëz, i realizojnë njerëz. Ndodh kanë erë them që kam shtëpinë unë. Edhe shumë të qerë kolegët mi, njëti bëjmë shtëpia ato për njerëz që s'kan, kuptohet 72 metra katror. Unë ju thamë të në 2008 në konflikt me bashkëshortë edhe me 40.000 me një dhomë. Sot ju ndërtojmë dhomat të fëmijëve, ju ndërtojmë bashkëshortë i dhomën, sallonin, fasadën, izolimin e shtëpisë, kështu që ajo është për një familje, kuptohet. Edhe puna më e madhe ka ndodhur, dini që kanë mbledh para me natës për shumë njerëz që kanë pas nevojë. Alama për një rast Dulës, kur pi bankomatit i kanë zgjuar para, s'ke pas mundsi ndrysh që kanë nisë me kërë të ndihmës shpejt për Sarajevos me çu në Tiranë që sot është shumë mirë, domethënë ajo nuk paguhet. A ka pyetje 5.000 dhe 10.000, po ajo nuk paguhet me parë, nuk ka vlerë para, kështu që në mënyrë publike po them, e njoh punën e juaj, kem bashkëpunu shumë, jem të bashkëpunu, po çdo parë ka shku aty ku do të më shku edhe ju kanë ndihmuar njerëz. A janë bamirës shqiptarët? Unë besoj që popull më bamirës se shqiptarët nuk ka. Çdo sa kanë erë tham, këto janë parat e donatorëve. Mirë po jo keni arrit kulmin me kriju një besueshmëri. Sa është më rëndësishme shumë me kriju besimin, kur e krijon besimin nuk ka sancionalet. Edhe pse folin njerëz, edhe matutje. Unë tash jap edhe një informat për atë park ku filluam me punu me juve, ku më shkruan atë kohë i kam email ata lojruj, po filloi shërbimit inteligjent Kosovës. Në atë kohë kam njoftu edhe kryeministin e Republikës Kosovës, ish kryeministin, edhe kam thonë që po filloi me punu këtë njeri. Na për shembull faktorin ndërkombëtar që na kanë ndihmuar mas luftës i mundohem edhe sot me prit me respektue, mirë po nëse vllazërit tonë dhe motrat tona investojnë, duhet të respektojnë edhe më shumë. Kjo nuk ka çështje me kavin parat, çështja me kon me marr para, me investuar në komunën tonë, me bën njerëz të mirë, janë organet e shtetit që mirën atë punë, mirën. Kështu që deri sot
nuk e kam asnjë vërejtje më të vogël, mirë po dorë Zoti me punu edhe projekte më të mëdha, domethënë jo vetëm në Sorek, po në gjitha komunat e Republikës së Kosovës pa dallim, të filluar prej Leposavić, në Stran Brezovice, në vitije me shku Dragash. Për ta s'po du më mbyll emisionin tani më je pjesëtar i shtëpisë të moshuarve këtu i stafit. Dy fjalë për të rritë dhe të reja që janë të angazhuar në jetimet e Ballkanit, i njeh krejt personalisht. Unë e befasora me sen kur të shoh që vinë për diasporës, për shembull 3 që rrinë të 1 muaj, 2 muaj, domethënë kanë një vullnet shumë të madh, domethënë më arë me lënë një pagë Zvicër ose në Gjermani më arë të me punu, mirë po kanë kriju një besimi shumë i madh. Edhe qëllimi kryesor është që trit edhe trejat qysh ti edukojmë, ti kthejmë nga kultura, nga sporti, mos t'i lëmë më marrë me edukuri negative, kështu që për mua kjo shtëpi ka një rëndësi shumë të madhe, se keni dhënë edhe për sport, edhe për kulturë, ku ka pas nevojë. Edhe pse qertë mendojnë ndryshe, unë mendoj ndryshe se në një ku trish një kohë gjatë, e shoh zhurmëtarin, e përcjellish, kështu që është mirë me vazhdu mos punol. Fjalët nuk nolen kur, po punët dhe veprat shihen dhe kanë me met. Kjo shtëpi këtu për shembull, kjo ka më shkuar ndoshta me dekada, nuk ka më harru, po edhe shumë objekte për shembull që ndërtu edhe qendrën kryesore të mjekësisë familjare që ja kam Lakmi Mitrovicës. Ja kam Lakmi Mitrovicës për një kohë shumë shkurtë keni ndërtu, po ka edhe shumë projekte të tjera, domethënë që kena marrë pjesë bashkë, do të vazhdojnë me punu dhe besoj që janë të mirë në shtetarëve. Kryetar, faleminderit shumë që ke dhënë kohë dhe ke ardhur. E tash shpej rastin jemi në muajin më të rëndësishëm, muajin e agjerimit, muajin e sevapëve që thonë. Është mirë me bë mirë këtë muaj, më ndihmu njerëz ata që kanë nevojë, ata që s'kan mundësi. Duhet aty që s'kan nevojë më dhënë edhe vitra, më ndihmu, po edhe nëse komundet mundohemi sa të mundi, po ju si shtëpia më shumë keni ndihmuar çdo kështu që inshallah ata që ja ban Zoti kabull këtë që agjerojnë, inshallah Zoti na fal gabimet, që ky muaj është i mëshirës. Edhe besoj që e kemi vitin përpara me punuar mes përpara. Shumë faleminderit kryetar. Ishte kryetari komunës Suharekës, Bali Muharrema i bashkë me neve sonte. Na po e mbyllim sonte këtu duke ju lutur mos na harroni në lutjet e juaja në këtë muaj të shenjtë Ramazanit. Bashkë neve ritakohemi në emisionin e premtja me Halilin ditën e premte. Pra thash podcast do të ketë çdo të shtunën në 22:30 Zoti kur mos i humb Zoti është problem.